Në Bashkinë Dropull është zhvilluar dëgjesa publike për projektin e ndërtimit të parkut energjetik eolik Dropull Wind. Ky projekt është një hap i madh drejt prodhimit të energjisë së rinovueshme, duke sjellë përfitime të mëdha për ekonominë dhe komunitetin lokal. Dëgjesa u zhvillua pranë zyrave të njësisë administrative Dropulli Poshtë me pjesëmarrjen e Këshillit Bashkiak, përfaqësuesve të institucioneve vendore, ekspertëve të fushës dhe banorë të interesuar. Për të vajtur, domethënë, në këtë zonë që ne kemi përzgjedhur sot në fazë studimi, do të jetë dashamirësia juaj që do na jepni do na qetësoni, kupton, për ta zhvilluar këtë projekt, për ta hedhur kapitalin këtu, vetëm rrugë që do ndërtojmë. Që do të ajo që kemi dhënë detyrën inxhinierimit, mi kam ta bashkëpunëtorët e mi, kam të tjerë se janë pak, i pas kam pjesën tjetër, kupton, edhe me eksperiencat më digjitoze. Edhe më fisnike që ka sot këto lloj projekte që në Shqipëri, po në tërësi për këtë punë, atëherë i thonë vetes, domethënë kontributi do të jetë tej pamës, çdo të tej pamës. Rruga nuk do të shërbejë vetëm projektit, rruga do të shërbejë gjithë nevojave emergjente që ka ky pushtet vendor, për të vajtur në ato kreshta, për të qenë të zot për t'i ruajtur dhe për t'i mbrojtur. Inxhinieri i projektit theksoi rëndësinë e këtij investimi dhe ndikimin pozitiv që do të ketë për zonën. Të instaloj këtë lloj parku këtu si, për t'i dhënë një mjedis tjetër t'i shkëndi, për t'i dhënë një aerosi tjetër t'i shkëndi, për të rritur një qarkullim të kësaj lehtësie, për ta bërë ajrin më të freskët, për ta bërë lagështinë relative më të pranueshme, për të rritur një gjatësi në kësaj lagështie relative domethënë për këtë punë. Dëgjesa përfundoi me diskutime të hapura ku banorët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile dhanë opinionet e tyre duke konsideruar këtë projekt si një mundësi të re për zhvillimin ekonomik të Dropullit.